Dita e dasmës kishte ardhur me një dritë të çuditshme. Qielli mëngjesor mbi fshatin e vogël duke i qetë, por ajri kishte një peshë të padukshme. Sikur dikush e kishte tërhequr një perde tensioni e po e mbante pezull mbi shtëpinë e familjes së Zenelit. Sot martohej djali i tyre i vetëm, Arjani, krenaria, shpresa e ardhmja. Nëna e tij, Liria, kishte kaluar orë të tëra duke përgatitur gjithçka, duke u siguruar se çdo detaj shkëlqente, sikur ajo dasmë të ishte një betim i lumturisë së përjetshme që ajo ja bënte djalit të vet, por zemra e saj, pa e ditur pse, nuk ndihej krejt e qetë. Nusja, Altea, një vajzë e bukur nga qyteti, kishte ardhur 2 ditë më parë në shtëpi për zakonet e dasmës. Ajo ishte e sjellshme, fliste butë, ecte me një elegancë që të rrallë shikoje në fshat dhe të gjithë e pëlqenin, ose të paktën kështu dukej. Vetëm Liria nuk po e kapte dot atë gjë të vogël që e shqetësonte. Sytë e Nusës si dukeshin shpesh të lodhur, lëvizjet herë pas here të shpejta, sikur fshihej nga diçka. Dhe mbi të gjitha, telefoni i saj binte vazhdimisht në heshtje. Ajo dilte në obor, aty poshtë hardhisë së vjetër, dhe kthente mesazhe me shpejtësi. Pastaj kthehej brenda duke buzëqeshur, sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Liria e kishte vërejtur. E kishte parë 3 herë. Dhe diçka brenda saj kishte nisur të zjente si ujë në kazan. Ora 12. 30 e mesditës, dasma, krushi dhe e vërteta që nuk priste shtëpia ishte mbushur me të qeshura, muzikë, gra që flisnin me zë të lartë, burra që dilnin e hynin për të kontrolluar gjellën e mishit, kameraman të afër me miq. Arjani nuk po i zinte vendit nga emocionet. Ishte rruar, veshur e rregulluar, dhe dukej sikur e ardhmja i kishte hapur dyert. Në dhomën e nuseve, Altea po bëhej gati. Fustani i bardhë i vare mbi supe si petale lulesh, ndërsa flokët i kishin rregulluar në një stil të thjeshtë, por elegant. Të gjitha vajzat kishin dalë, përveç njërës, kushërira e Arjanit, Mirea, një vajzë gjak nxehtë e drejt për drejt, e cila kishte kërkuar diçka në çantën e saj që e kishte harruar brenda. Aty ndodhi gjithçka. Dera e dhomës ishte pak e hapur. Mirea po afrohej për të marrë çantën, kur dëgjoi zërin e Nusës. Ajo po fliste në telefon, një zë i ulët i dridhur, por i ngrohtë, shumë i ngrohtë, as pak si një vajze që po martohej me dik tjetër atë ditë. Prit edhe pak të lutem edhe sot. Pas dasmës do gjej një mënyrë. Ti e di që unë të dua ty, jo atë. Mirea ngriti vetullat. Ajo u shtang. E ndjeu zemrën t'i rrihte fort. Pa u menduar 2 herë, shtyu derën ngadalë që të dëgjonte më qartë. Zëri i mashkullit në anën tjetër të telefonit ishte i tensionuar. Po unë çfarë jam këtu? E dashnori i dytë, si do ja bësh me të? Altea mbylli syt fort, sikur dhimbja po i rrihte nga qafa në gjoks. Mos fol për të lutem. Sot jam në një ferë. Unë ju dua të dy, por sot s'mund të ik. Jam e detyruar. Mirea u zu me dorë për murin. E çuditshme, e pabesueshme, e ndyrë. Nusja e Arjanit kishte jo një, por 2 dashnor. Dhe sot po martohej me kushëririn e saj. Çanta i ra nga dora. Me një zhurmë të mbytur, Altea u kthye, u zverdh. Ti sa ke dëgjuar? Pyeti ajo me zë që mezi nxori. Sa duhet, tha Mirea me një ftohtësi që i hyri në palc. Dhe kjo nuk do të kaloj kështu. Pa thënë më shumë, doli me vrap. Momenti i shpërthimit në obor, krushit ishin rreshtuar. Muzikantët kishin nisur këngën e Nuseris. Arjani priste Nuse me buzëqeshje. Pa e ditur se ai moment do t'i ndryshonte jetën përgjithmonë. Mirea e tronditur e frym shpejt, shkoi drejt Liris dhe i përshpëriti diçka në vesh. Liria umpiks. Ngriu. Asnjë muskul nuk i lëvizi për disa sekonda. E sigurt je? I tha me një zë që nuk gjante me të sajën, me veshët e mi. Ajo ka 2 dashnor. Një re e zezë i ra mbi fytyrën e vjehrës. Syti mbushën me një zjarr që nuk e kishte përjetuar as kur kishte humbur burrin e saj të vjetër. Ishte zemërim, zhgënjim, dhimbje, tradhti, turp për djalin e saj, për shtëpinë e saj. Dhe pastaj muzika nisi të ulërinte më fort. Nusja po zbriste shkallët e bukur, e qeshur, e bardhë si bora, e reme si një herzi. Kur Altea u afrua te dera e oborit, Liria nuk duroi më, ajo nuk priti të hynte Nuse. Nuk priti kamerat. Nuk priti askënd, me një hap të shpejt, i doli përpara, ti turp. U lëriti, duke tundur gishtin. Nusja ngriti syt. Nuk e priste, dhe atëherë ndodhi, plaf, një shpullë e rënd e fort, jehona e së cilës u përhap në ajër dhe u përzije me krismën e dajres. Nusja u kthye mbrapsht, fustani u përplasi në anë, flokët u hodhën para fytyrës, të gjithë ngrinë. Muzika u ndërpre me një herë. Gratë mbajtën frymën. Burrat u quan në këmbë. Arjani u zverdh, Liria bërtiti. 2 dashnorke moje pa ftyrë. Po sot martohesh me djalin tim. Kishte një heshtje aq të rënd, sa mund të dëgjoje një gjil për të binte.
Altea ngriu, fytyra e saj e zverdhur, syt plot lotë frikë. Nuk është ashtu, por askush nuk e dëgjoi. Tensioni shpërthen e vërteta që del në pa Arjani ju afrua nënës me shpejtësi. Mami, çfarë po bën? Por Liria, me dorën ende të dridhur nga shpulla, i tregoi nuses me gisht. Kjo nuk është vajzë për ty. Jo sot, jo kur, të ka turpëruar. Arjani pa nusen, pastaj Mirean, pastaj nënën. Zemra i rihte aq fort sa mendonte se do i qahej në gjoks. Altea është e vërtet? Pyeti ai me një zë që i dridhej. Lotët nisën të rridhnin poshtë faqeve të nuses. Arjan më fal, nuk desha të e kaq mjaftoj. Gratë nisën të përshpërisnin, burrat undnin kokën, plakët shikonin me keqardhje. Dhe gjithë dasma që ishte përgatitur për muaj të tërë u shem në një qast. Në atë moment, askush nuk e dinte se kjo ishte vetëm fillimi i tragjedisë që do t'i godiste të dy familjet. Sepse e vërteta nuk ishte dalë ende e gjitha. Obori vazhdonte të qëndronte i ngrirë, sikur koha vet kishte ndalur. Shpulla e Liris dukej se ende dëgjohej në ajrin e rënd, si një jehon e pafundme. Nusja qëndronte e shtangur, duke mbajtur faqe e djegur me dorë, ndërsa lotët i rëshisnin pa kontroll. Arjani nuk dinte ku të shikonte, këmbët i ishin pirë, ndërsa njerëzit rreth e rrotull mezi merrnin frymë. Në atë moment, dera e madhe e oborit u hap me vrull, dy djem hyn brenda, të dy të rinj, të dy të veshur bukur, të dy me sy që digjnin dhe të dy drejt nuses, askush nuk i njihte. As Krushit, as Lagja, as vet Arjani, vetëm një person i njohu, Altea, ajo e humbi ngjyrën. Thuaj se u rrëzua, jo, pse jeni këtu? Përshpëriti ajo me një zë që mezi dëgjohej. Liria u kthye nga ta, fytyra e saj flak. Kush jeni ju? Djali i parë, një brum me sy të zinj, hapi gojen. Unë jam Doriani, i dashur i saj. Të afërmit filluan të murmuritnin. Gratë prekën gjoksin nga çuditja. Burrat nisën të flisnin me zë të ulët me njëri tjetrin. Arjani u duk sikur po rrëzohej, por u mbajt. Para se të reagonte kush, djali tjetër doli përpara, flok të qelët, sy blu, trupi holl. Dhe unë jam tjetri. Elioni, heshtje, e zez, e tmerrshme, e rënd, nusja i mbylli syt. Ajo u tradhtua nga çdo drejtim. Zbulimi i parë, historia me Doriani ishte i pari që foli. Hapi duart, sikur donte t'i tregonte të gjithëve se nuk kishte ardhur për shere. Kjo nuk është ditë dasme, tha ai. Kjo është një tragjedi që po ndodh. Dhe unë s'mund ta lija të vazhdonte më. Liria i hodhi një shikim të egër. Ti ke guxim dhe hyn këtu, në shtëpinë e djalit tim. Ditën e dasmës së tij. Kam guxim, tha ai, sepse Altea dhe unë kemi qenë bashkë 4 vjet. 4. Zëri i tij u drodh. Kishte dhimbje të vërtet. Ne jetuam bashkë. Kemi plane, kemi kujtime, kemi betime, por jo para Zotit, para njëri tjetrit. Gratë nisën të murmurisnin, njëra tha, 4 vjet, dhe sot martohet. Tjetra, çfarë vajze, Arjani ndjeu sikur po i merrej oksigjeni. Ai shikoi Altean në sy, ti ishe me të? 4 vjet. Ajo nuk foli, lotët i ranë si reshje shiu. Zbulimi i dytë Elioni, dashnori i dytë Elioni e mori fjalën me një qetësi të frikshme. Ai nuk ngriti zërin, nuk qau, thjesht foli, unë e njoha një vit më parë. Nuk e dija që ishte me të, tha ai duke treguar Dorianin, dhe as që ishte fejuar me ju. Ai shikoi Altean, ajo më tha se jeta e saj ishte një rëmuj, se ishte e detyruar të martohej, se nuk kishte zgjedhje, se e kishin shtyr prindërit. Unë besova çdo fjalë. Liria u lëriti, e detyruar, ne të detyruam ty. Ti e lute djalin tim për këtë martesë. Ti e kërkove. Disa nga gratë janë mbështetën fjalën. Arjani e ndjeu fytyrën ti mihej. Altea çfarë po ndodh? Nusja më në fund foli. Zëri i saj u dridh si një kërcitje druri. Ju nuk e dini jetën time, Liria i ndërpreu. Ne dim mjaft. Jo, tha Altea duke ngritur kokën. Ju nuk dini asgjë. Doriani dhe Elioni qëndruan krahas saj, njëri majtas, tjetri djathtas, si dy hiena mbrojtëse. E vërteta e hidhur, fëmijëria, borxhe dhe kontrolli, Altea mori frymthell. Unë jam rritur në një shtëpi ku nuk ishte dashuri, vetëm britma dhe borxhe. Babai im ka humbur gjithçka në Bigjoz. Ne kemi jetuar nga një shpërngulje në tjetrën. Unë isha e vogël, por më detyronin të firmosja gjëra që nuk i kuptoja. Më detyronin të punoja që 14 vjeçe. Më detyronin të bëja gjëra që nuk dua t'i them sot. Njerëzit nisën të shikonin njëri tjetrin. Kur njoha Dorianin, mendova se më shpëtoi, por pastaj babai më gjeti.
Më kërkoi që të martohesha shpejt, që të shpëtonte emrin e familjes. Më tha se Ariani vjen nga një shtëpi e mirë, me nder, dhe se vetëm një martese me njëhershme mund t'i shpëtonte nga turpi dhe borxhet. Ajo u kthye nga Ariani, unë nuk të njihja. Ata më thanë se ti ishe i mirë, i qetë, se nuk do më kërkoje shumë, dhe se martesa me ty do më jepte fund. Ariani uli kokën. Kjo ishte më e rëndë se çdo gjë që mund të imagjinonte. Por historia s'kishte mbaruar, dhe Elioni, pyeti ai me zë të ulët, Altea mbylli syt. Ai erdhi kur nuk duhej, por unë isha bosh, e humbur, e vetmuar. Ai më dha ngrohtësi, dhe unë nuk ditja si të zgjedhja. Më zuri në një kohë kur nuk dija ku të mbështetesha. Pra I deshe të dy? Pyeti dikush nga turma, ajo uli kokën, po. Shkatërimi Ariani nuk ishte folur prej minutash, tani ka përdiju me vështirësi. Dhe unë ku isha unë në këtë mes? Unë për ty çfarë isha? Nusja qau, ti ishe shpëtimi im I detyruar, dhe unë nuk të doja, por nuk të urreja, vetëm nuk të njihja. Ato fjali ishin thika që I hynë në zemër, liria shpërtheu prap. Dëgjuat, kjo nuk është nuse, kjo është turp. Unë të thash që ditët e tua të mira mbaruan. Moj vajz. Doriani ndërhyri, mjaft me sharje. Ajo ka vuajtur mjaft. Elioni, sot erdhëm ta marrim. Aty ku do jetë e lirë. Të gjithë ngritën në këmbë. Ariani ngriti kokën ngadalë. Sytë e tij nuk qanin më, ishin bosh. Altea do ikësh me njërin prej tyre? Ajo qau më fort, po sepse nuk mund të vazhdoj kështu. Me kë? Pyeti Ariani, ajo nuk foli, sepse ende nuk ishte zgjedhur, dhe kjo ishte goditja më e madhe. Vendimi I Arianit, ai nuk është më një tia I doli para të gjithëve. Të gjithë I bën rrugë, shikoj nënën, shikoj krushit, shikoj nusen. Sot këtu nuk ka dasmë, tha me zë të ulët por të prerë. Këtu ka fund. Ja ktheu unazën nuses duke ja vendosur në dorë me forcë, kaq ishte. Liria mori frymë lehtësuar, por Ariani e ndali me dorë. Ti, I tha Altes, zgjidh këtë duash. Por jo para meje, jo në shtëpinë time. Ai u largua, pa e kthyer kokën, nusja mbeti në mes të oborrit, Doriani në njërën anë, Elioni në anën tjetër, e vjehra duke pritur që të përfundonte gjithçka. Dhe të gjithë të tjerët duke pritur zgjedhjen që do përcaktonte fatin e saj. Kush do ta merrte, Doriani, Elioni, apo do të zhdukej fare? Obori ishte shndërruar në një skenë ku heshtja fliste më shumë se britmat. Kapakët e syve të Altes dridheshin, sikur çdo qelizë e trupit të saj po luftonte me veten. Doriani në njërën anë, Elioni në tjetrën, ndërsa liria e gati të shpërthente sërish. Ariani kishte ikur, por hija e tij duke sikur qëndronte mbi të gjithë e rënd, e zymt, e thyer. Altea mori frymthell, megjithse rreth saj ajri ishte I trash, I rënd, I padurueshëm. Unë tha ajo, por zëri I doli si një përshpëritje. Doriani bëri një hap përpara. Edhe Elioni. Të dy sikur të gatshëm ta merrnin për dorë dhe ta largonin nga ajo situatë e turpshme. Por liria I prishi hapat. Askush nuk delmete nga kjo shtëpi pa thënë të vërtetën deri në fund. E dini ju çfarë I tha djalit tim? E dini çfarë I bëta atij? Altea e uli kokën. Unë e thash të vërtetën. Jo. U lëriti liria, nuk na the pse kishe dy dashnor njëkohësisht. Pse e lije njërin e shkoje te tjetri? E pse pastaj pranoje të fejoheshe me djalin tim? Altea u kthye ngadalë nga vjehra. Këtë herë në sytë e saj nuk kishte frikë, kishte vetëm lodhje. E thellë, vrasëse, sepse unë nuk kisha familje, nuk kisha askënd. Doriani ishte zemra ime. Elioni ishte ngushëllimi im. Ariani ishte shpëtimi im I detyruar. Unë nuk kam pasur luksin të zgjedh, zonjë. Unë kam jetuar duke mbijetuar. Doriani uli syt, I goditur nga fjala ngushëllim që I takonte Elionit. Elioni shtrëngoi nofullën, sepse fjala zemra I takonte Dorianit. Dy dashnorët e saj nuk e kishin menduar kurrë se ajo e kishte ndarë zemrën në copa të ndryshme. Zgjedhja e saj, ose e vërteta që ndryshoi gjithçka, nëse do duhet të zgjedh, tha Altea më në fund, dua të zgjedh për herë të parë në jetën time. Pa më detyruar askush, pa më kërcënuar askush, pa më shtyr askush. Të gjithë e shikonin, dhe ajo u kthye nga Doriani, zemra e tij nisi të rrite fort. Ai pothuaj u nis drejt saj. Por ajo nuk buzëqeshi, nuk I zgjati dorën. Ajo tha fjalë që e pren në mes, timë dhe dashuri, por shpesh herë edhe presion. Më the zgjidh, por nuk e kuptove se unë nuk dija si. Doriani u tërhoq. E humbi ngjyrën. E kuptoj, pastaj ajo u kthye ngadalë nga Elioni. Ai la frymën. U duk sikur zemra I u ngrit deri në fyt,
Ti erdhe kur unë isha e thyer, tha ajo, dhe më bëre të harroj veten për pak. Por unë nuk dua të zgjedh nga frika e vetmis. Elioni uli kokën. Edhe ai e mori goditjen. Të dy menduan se ajo do zgjidhte njërin. Por ajo nuk e bëri. Ajo u kthye në mes, drejt daljeve të shtëpisë. Të gjithu hapën për t'i bërë vend. Unë nuk zgjedh asnjërin, tha ajo. Sot nuk martohem me askënd. As nuk nis një lidhje. Unë dua të gjej veten time përpara se të jem me askujt. Obori shpërtheu në murmuritje. Liria u skuq në fytyrë nga inati. Pra kishe dy burra, kishe djali im në kurriz dhe tani s'do asnjë? Je tallur me ne. Je tallur me djalin tim. Altea i ngriti syt ngadalë, jo. Unë jam tallur me veten time. Dhe nuk dua të vazhdoj kështu. Dhe ajo hodhi hapin e parë drejt portës, Doriani dhe Elioni e ndoqën me sy, Doriani tentoi t'i zinte dorën, por ajo u tërhoq, Elioni tentoi t'i fliste, por ajo vazhdoi të ecte. Mos më ndiqni, tha ajo pa u kthyer. Ju lutem. Dhe doli nga porta e shtëpisë në heshtje më të rëndë që ajo lagje kishte dëgjuar ndonjëherë. Pas largimit, Ariani shpërthe brenda në shtëpi. Ariani ishte ulur në dysheme, afër dhomës së tij të ndenjes. Kostumi i dasmës i ishte rrudur, këmisha kishte një llalotësh. Syti kishte të skuqur. I thyer, kur dera u hap, hyri Liria, Arian, zemra e nënës, mbaroi. Shpëtove. Ishte më mirë që e zbuluam sot. Por Ariani ngriti kokën ngadalë. Në sytë e tij nuk kishte lehtësim, vetëm boshllëk, nuk shpëtova nën. Unë e desha. Ajo u shtang, ti çfarë? Unë e desha. E dashurova pa e njohur. Më mjaftoi qetësia e saj. Më mjaftoi mënyra si mi përgjigjej mesazheve. Më mjaftoi ideja e një jete me të. Unë ndërtova ëndra me një person që se njihte veten. Liria nuk di ç'të thoshte. Ariani qeshi hidhur. Dhe sot, ajo u shkatërua para meje dhe unë u thyeva bashkë me të. Bir, dhe ti dhe shpull. Në ditën e dasmës. Para të gjithëve. Liria u shtang. Nuk priste që t'i kthehej kundër, po ajo është fajtore për veten e saj. Por ti s'kishe të drejtë ta godisje. Liria e humbi fjalën, Ariani u ngrit në këmbë. Unë do iki për pak kohë. Dua të marr frymë. Dua të kuptoj. Ku do shkosh? Pyetjet me ruar Liria, nuk e di, tha ai dhe doli nga dhoma. Atë natë, ai u zhduk nga shtëpia. Asnjë nuk dinte ku shkoj. Doriani dhe Elioni, të dy humbës në të njëjtën ditja shtëpisë, dy djemt që dikur luftonin për zemrën e të njëjtës vajzë, tani qëndronin pa fjalë. Elioni tha u lotët me dorë, e humbëm. Doriani tundi kokën, jo. Ajo nuk ishte jon. Ne e ndam pa e ditur. Dhe sot, ajo më në fund u zgjodh veten. Dhe kjo është më e drejta. Të dy u kthyen në drejtime të ndryshme, pa e ditur se fati i tyre do të lidhej sërish me këtë histori, dhe Altea. Ajo eci me valixhen që mori nga shtëpia e saj. Ndërsa ecte në rrugë, lotët i binin vazhdimisht, njerëzit e shikonin, por ajo nuk ndalonte. Ajo ishte e lirë. Por Liria ishte më dhimbshme se çdo lidhje. Ajo nuk kishte shtëpi, nuk kishte ndonjërin prej atyre që e deshën, nuk kishte më familje. Ajo kishte vetëm vetveten, për herë të pa. Mbrëmja e asaj dite të rëmujshme ishte zbehur në heshtje të rëndë. Shtëpia e madhe e familjes lleshi duke sikur mbante frymën, e mbështjell me turpin, zemërimin dhe dhimbjen që kishte shpërthyer në dasmë. Jashtë, dritat e dekorit vazhdonin të ndriçonin oborrin, por gëzimi ishte shuar krejt, brenda gjithçka kishte marrë kthes. Pas asaj goditje të vjerës dhe gjithë rëmujës që shpërtheu, Liria qëndronte e ulur në skajin e shtratit, me duar që i dridheshin. Syti kishte të skuqur, por jo më nga lotët, tani nga lodhja. Ajo e dinte që gjithçka kishte marrë fund, por s'kishte më forcë të largohej. Nga dera u shfaqi Smeti, i veshur ende me kostumin e dasmës, por i rjepur nga fytyra. Ai u afrua ngadalë. Nuk kam ardhur të të fajsoj, tha me zë të ulët. As të fal. Thjesht dua ta mbyllim këtë si njerëz. Liria ngriti sy. Ndjeu një therje në kraharor. Ai vazhdoi, ti më tradhtove para se të më njihje. Nuk ma dhe kur mundësin të fitoja. Unë se dua një grua që ndan zemrën, trupin e jetën me të tjerë. Por s'dua as të shkatërroj. Fjalët ishin të qeta, por therse. Liria u ngrit dhe tha vetëm. Më fal që të përfshiva në kaosin tim. Nuk e meritoje. Dhe për herë të parë që nga fillimi i gjithë asaj nate, Ismeti uli kokën si dikush që e ka marrë vendimin. Martesë nuk ka për të pasur. Nesër do ta mbyllim me dokumente. Ti do të shkosh në shtëpinë tënde. Nëna ime nuk do të vijë më pranë teje. Liria e pranoi me një tundje koke. Nuk kishte më ç'të thoshte.
Ndërsa Ismeti doli nga dhoma, në korridor ndodhej Mira Vjehra, e ulur, e plandosur dhe me sytë që i dridheshin sikur më parë. E kishte dëgjuar çdo fjalë. Kur Liria doli nga dhoma, Mira u ngrit. Nuk doja të arrinte deri këtu, tha ajo me një zë të thyer. Goditja ime nuk ishte zgjidhje. Thjesht në atë moment më zuri turpi, frika, inati të gjitha njëherësh. Liria nuk foli. Syti shkëlqeni nga lodhja dhe nga një lloj faljeje që nuk e shprehu dot me fjalë. Mira vazhdoi. Ti mund të kesh bërë gabime, por edhe unë reagova si grua, jo si nën. Më fal, nëse mundesh. Ishte hera e parë që gruaja e fortë e shtëpisë leshi thyhej në publik. Liria, pa thënë asgjë, ju afrua, i vuri dorën lehtë mbi krah dhe kaloi pranë saj, duke ecur drejt daljes. Ishte falja e vetme që mund t'i jepte. Para se të largohej nga shtëpia, te porta po prisnin dy persona që Liria i njihte më mirë se veten. Njëri, Arjani, i pari, i qetë, i shkath. Tjetri, Kledi, i nxehti, impulsivi, të dy shikonin poshtë, të turpëruar. Ata e dinin që kishin nxitur xhelozi, sherr, dram që mund të ishte shmangur. Arjani foli i pari, e morëm vesh që ndodhi. Kemi ardhur të marrim, të çojmë në shtëpi. Kledi shtoi, nuk të lëm vetëm. Liria buzëqeshi hidhur, jo, nuk dua t'ju kem pranë. Ju sjeni mburoja e mia. Unë ju përdora që të qetësoja boshllëqet e mia, por ishte gabim. Sot, secili prej nesh mori ndëshkimin e vet. Ata heshtën. Askush se priste këtë maturi nga ajo. Kthehuni në jetët tuaja, tha Liria. Unë do të ndërtoj timen. I la të dy aty në heshtje dhe u largua në rrugicat e fshatit. Gjithçka që ndodhi atë ditë, nga shpulla deri te shpërthimet, nga zbulimet deri te vendimet e dhimbshme, ishte një grusht i madh realiteti për të gjithë. Ismeti mësoi se dashuria nuk mjafton pa vlerë dhe besim. Mira kuptoi se dhuna nuk është përgjigje, edhe kur zemra të digje nga zhgënjimi. Liria, mbi të gjitha, mësoi se e shkuara gjithmonë vjen të kërkojë llogari. Ajo u largua drejt shtëpisë së prindërve, ndërsa dritat e dasmës fikeshin një nga një. Në qiell, agimi po ngjite dritën e parë të ditës së re. Ishte një fun i hidhur. Por për Lirin ishte ndoshta hera e parë që fillonte me të vërtet nga zeroja. Pa mashtrime, pa rrugë të fshehta, pa dyer të dy fishta, thjesht vetja e saj.